Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, duke uruar që të keni një ditë plot shëndet dhe mbarësi. Sot në këtë program do të ndalemi në një stacion të bukur artistik, ashtu siç vjushmëria e aktivitetit të Agjencisë së Spektakleve Buna 1 e konfirmon në gjithë ecurinë e saj. Me mua, sot në studio, është presidenti i Agjencisë së Spektakleve Buna 1, zoti Arben Mazi. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në programin ton. Është kënaqësi të jem i ftuar pranë teje. Në fakt që në kryet herës dua t'ju falenderoj shumë për ardhjen, por edhe t'ju përgëzoj për atë vjueshmëri që ju keni krijuar prej më shumë se 20 vitesh, 21 vite, dhe madje keni gjetur gjithmonë hapësira, pavarësisht vështirësive, një vit i pandemik etj. Keni gjetur ta bashkoni atë fill që ka përshkruar ecurinë tuaj dhe ta përçoni akoma më shumë me aktivitetet tuaja. Padyshim jam punu, si 70 vjet jam rrit, me kalimin e vite kam rrit, jam bërë profesionist, kam mësu prej tejet, prej njeshtave, prej njëjtë tjetëve. Kam vjallë domethënë pa diçka të bukur, dhe mundu me pas idena të reja her pas heret, qysh vitin 98 e sot. Është shumë interesante. Ju nuk u ndalët, megjithse në një vit pandemik, siç po e quajmë, të kaluar ose në kalime sipër, keni organizuar mjaft aktivitete edhe në kushtet e karantinimit, madje kur njerëzit ishin të mbyllur në shtëpi, ju gjetët mundësinë që ato të delnin në balkone dhe ju të organizonit shfaqje. Por ajo që më ka bërë një përshtypje të jashtëzakonshme personalisht është se ju nuk keni ndalur në atë traditë që keni krijuar në Best and North, duke e organizuar në kushte krejt të veçanta, por edhe duke organizuar më së miri. Një përshëndetje e veçantë për këtë vjueshmëri të aktiviteteve tuaja. Si ti koha karantinës ishte periudha më keqe, nosha ka ishim mësu edhe në lëvizje, po ishte përpjete me arte nuk mund të rishim. Dhe gjaja më bukur ka qenë kur arrita të realizoja midis sheshit në qytetin tem në kohën e pandemisë, në për balkone me këngëtarët e artistët shkodran. Aja ka qenë klasia si më ka dhënë më shumë, domethënë më duk si me kanë një dhuratë e mrekullueshme për t'ia dhuruar spektatorit. Për sa i përket kësaj bestinurdit prap, aja është drejtë e fjala jote, dhe ka qenë shumë e vështirë, por shumë e bukur. Ka qenë edhe një ditë ftoftit, jashtë mua unë e bana natyrë, nuk dosha me humat pjesën e traditës, pavarësisht se ishim një periudhë kështu. U munova me gjitha forcat me realizu dhe ja dola thamë me sukses. Një gjë e mrekullueshme. Ka qenë diçka, domethënë si Madje do ta quaj një eksperiencë që pasuron atë përvojën e krijuar tuajën dhe e ngrin në një stat akoma më të madh. Sepse me një dekor krejt natyral, aty ku njerëzit kanë interes të vinë, sepse njerëzit nuk vinë me zor, vetëm kur kanë interes dhe ngjallet interesimi, atëherë motivimi është shumë i bukur. Patjetër se sot nuk është si dikur, se sot bëjnë aktivitete shumë janë shtu me, si e thojmë, me kile, mirë, keq, domethënë aktivitetet janë të shumta. Por unë jam mundu me majtat temen, jam mundu me bëjt çdo gjë ka gjatë tre, ka gjatë veçantë, me rujtate, mas me dal, mas me ra ma poshtë, për më nëllë të mundohen, në atë sa ka mundësi. Modestisht ju i shprehni këto mendime, por gjithsesi ecuria i tregon që ju nuk ndaleni, madje në një moment kur ne mund të themi që shumë çka është çliruar dhe shpresojmë të jemi mirë me shëndet. Kjo është e rëndësishme. Ju keni ndërmarrë sa afërmi një projekt
i cili do të kulmoj në një të ardhme jo të largët. A mund të na jeni pak dritë mbi këtë projekt tuaj? Me të tonë drejten ti e para si po jap këtë intervistë, edhe ishte kënaqësi vetëm prej fjalës tënde. Faleminderit shumë. Dhe unë nuk e kam shprej alon asnjë televizor, por unë po të tregoj si unë përgatitem për një event madh në kryeqytetin e Liçenit Artificial, kryeqytetin e Shqipërisë Tiranë, aty ku kam bërë natën Shkodane par vjet, ku bana hitet e veriut vjet, dhe si mjet me datën 21 korrik do të ndërtoj një traditë këngësh qytetare e Shkodër e Gjakov Ulçin. Me të tregu si kënga shkodrane është rujt, sidomos edhe më shumë edhe Gjakova Ulçini, kanë marrë, kanë dhënë tekste edhe... Si u lindi kjo ide? Unë me të thënë drejtën kam tash me bë vjet atje, ideja më lindi se dosha me pru diçka prapë për Shkodrën në kryeqytetin e Shqipërisë. Unë kam lënë edhe traditën e vjetër pa zbërthy, si thojnë ka 500 këngë. Por alo se din kërkush në sa këngë shkodrane. Kaq të shumta, një thesar e mrekullueshëm. Flas gjithmonë se çka kam ndjenjë, çka kam mësuar për jush, edhe kam qefi shpalose edhe disa këngë të vjetra, tangot, tradit vjetër, muzikë qytetare, dhe bëhet diçka si më të veçantë. Natyrisht ju keni krijuar atë bashkëpunimin tuaj si projekt dhe besoj se e keni konsultuar. Si ju janë përgjegjur forcat artistike? Padyshim, ata njohin punën time, e vlerësojnë, e presin me kënaqësi, dhe kish parit këtë event e organizoj me Radio Televizorin Shqiptar. Mas i prezentova drejtori i tri Martin Lega, prap tha ti Sunale, prap ti i thash drejtor, dhe që është e katërta herë që bëhet drejtor i përgjithshëm aty, dhe e caktuar me datën 21 dhe me Bashkimin e Tiranës. Po. Kjo do të thotë që ju bashkë me këngën popullore shkodrane udhtoni sa në Shkodër, sa në Gjakov, sa në Ulçin, me këngëtar të ndryshëm dhe e sillni në kryeqendrën shqiptare në Shqipëri për ta lançuar edhe një herë më fuqishëm. Do të thotë që keni marrë konfirmimin e mjaftë artistëve, apo jo? Padyshim, pa marrë konfirmimin e tyre unë s'bëj asnjë veprim. Prandaj unë kam bën një periudhë gjatë javës, si jo në fund javë, për arsye se shumica këngëtare kanë dasma, organizime këta, por kam kap ditë si, pothuajse është ditë si kanë pushim. Dhe janë përgjithshme një herë, kuptohet se unë kam edhe shumë vite me ta, detyrimisht si do të më përgjigjen, ma kur e kanë mundësinë. Dhe mos harro se edhe unë kam përzjallë, se nuk ka se këngëtar mund të gjej sa dushun për me përfaqësu. Por unë mendoj një ata... A mund të përmendim disa emra? Jo, me të thënë drejtën nuk kam dëshirë, as i san, ashtu se... Me zbulu. Se ata janë si do të këndojnë live, nuk është se janë me CD-e si kena bërë dikur. Aja muzika live mu me të thënë drejtën ka fillu me më shpirtin, jam shumë trim. Dhe qyse kam fillu me koncerte live, më kanë bëha ma trim. Në thonë, nuk e si me frikë, pavarësisht se dritat e janë mund të nollen një herë, por pakten nuk bllokohet disku, si i thoni fjalës. Dhe aty këngëtari ka mundësinë me shpalos vedin. Din me kënu live apo s'din me kënu live. Ndërkohë që një orkestër bazë do të jetë. Orkestra bazë do të jetë, orkestra do të kanë fillu përgatitjen, mollec artistik kam Andian Onazën, si kam marrë si vjet si par vjet. Kam Indrit Kudalion, gjithë profesorët e shkollës muzikës, pedagogë si drejtojnë orkestrën e këtyre këngëtarëve. Muzikantë mirë njohur. Edhe këngëtarët shkojnë e bajnë prova gjatë këtë periudhë, kanë fillu provat, se ako e shkurtër, këta kanë një muaj, po mos harro se janë 30 artista keme punu më parë. Edhe thamë shpeshaj që të paktën dalin si
nata shkodrane, tham, më ka pëlqyer. Kjo do të thotë që ju rreth vetes keni një përveç se ju e menaxhoni të gjithë aktivitetin, të gjithë këto aktivitete, ju keni pranë vetes një staf artistik mjaft me një ecuri mjaft të suksesshme. Janë rreth 60 vet, nuk është puna ime, po puna ime është ideja, kontrolli, menaxhimi të gjitha veprimet aty, po unë kam ndërqimin, kam skenografin, kam fonin, kam redaktor, kam, po thëmë, shri, pontor, skenet, qash kam aty rreth 60 vetë si... E rëndësishme është që afron artistët. Kjo është gjëja më interesante. Baza është pregaditja e këngëtarëve me orkestrën, provat generale atje, dhe rezultatin fund i suksesit në qovë se ja dalim. Shpresoj se do t'ja dalim. Rreth 30 këngëtarë që do të ngjisin atë skenë, dhe ju aty fokusoheni tek kënga shkodrane, qytetare shkodrane, e kënduar nga qytete të ndryshme, natyrisht dhe nga Shkodra. Do të ketë, si thash, kënga qytetare shkodrane, do të jetë Shkodër, Gjakov, Ulqin. Gjakov do të këndojnë këngë qytetare shkodrane, edhe Gjakovs, do të parasysh. Si stash, ata kanë marrë, kanë lanë gjithmonë me Shkodër, si këngën, si tekstin, edhe kanë lujtë traditën e këngës qytetare me që kanë një Gjakovart. Kanë pasur një lidhje të veçantë. Prandaj kurse tonën e kam bu edhe të tradita edhe të moderumja e këngës qytetare. Do të ketë këngëtar të rinj apo edhe të traditës? Patjetër, traditës edhe të rinj. Domethënë, do të këndojmë edhe këngën e vjetër, do të këndojmë edhe këngën e moderuar sot si këndohet sot. Ndërkohë që nuk janë pak 1363 spektakle, 1363 spektakle evente, taman evente, se kam realizuar në drama, komedi, koncerte, misa, përgjithsisht janë 1363 evente. Ju i keni në historinë tuaj që nga e para deri ajo që shton numrin dhe t'jeni sa më shumë, urojmë. Ndërkohë që ju gjatë këtyre viteve keni historinë tuaj, keni rritjen tuaj, keni zgjerimin e mjaft këndvështrimeve artistike. Si mund ta cilësoni pikërisht një periudhë të tillë mbi 20 vjeçar, 21 vjet? Unë të si stash, fillimet kanë kënë vështirësi, po eksperjenca ka bët vetën, të ndaj të punu me regjistora, me skenarista, me ideator të fuqishëm si kanë dhanë Shqipënis, njoftën, kam su për tyne. Kam vjallë për tyne. Natyrisht zanatin. A keni pasur ndonjë moment lëkundje? Keni thanë, boll, po e la? Jo, faktikisht, kjo ka kene si s'ka mujt me lanë, pasioni. Pasioni, se kështu mund të kemë thanë me men, po pasioni nuk më ka lanë. Dhe më thanë, jam lidhë atë shumë me këtë profesion, si s'ma mërmenës. Ndërkohë që ky pasion që ju shprehni është i duanshëm, sepse ai komunikon me artistët, dhe me siguri që ka pasur artistë që kanë ardhur tek ju e kanë thënë, unë du të organizoj një program, ju mund të më ndihmoni një koncert. Tjetër kanë ardhur kolosat e Shqipërisë, unë saraj Mirushka Bashin me Apologinë e Sokratit që punon në Shkodër. Mazë kam dëgjuar si profesori kësaj fushë, unë jam aktor, jam artist, po unë du me organizu një përse këtë monument. Pa tjetër. Edhe ishte kënaqësi për mua se me ardhë një mjeshtër me më kërku mbështetje me me menaxhu, dhe kam realizu në Shkodër për 2 ditë, janë qenë në sallë me Apologjinë e Sokratit, me Mirushka Bashin. Kam pasur ashëm me Sherif Merdanin, këngëtarin si më ka kërku e kam organizu. Kam pasur me ditë Zenen, kam realizu mëse im kanë ardhë ata teatret, këngëtarët, cirkut, shumë të pëthonë. Kjo do të thotë që më kanë edhe kërku vetë. Veprimtaria juaj është kryesisht në Shkodër, por jo vetëm në Shkodër. Jo, ma shumë është e njoftë në Tiranë se Shkodër, në kuptimin e kësaj. Pavarësisht ne jena qytetarë Shkodrës, por ma shumë
për shnesin e më hapin rrugët gjitha dyrt e Tiranës prej emnit edhe prej punës teme, se unë kam bërë shumë evente në Pallat Kongresit, Masarra. Bashkëpunime kam pas 1300 e sa vetëm me televizorin shqiptar. Kam punu me Vision Plus, me Klan, me shumë televizore. Edhe, domethënë, mu ndihem shumë mirë. Edhe prandaj unë bëj këta eventet e mëdha në Tiranë. Për më njoftë edhe më shumë puna jeme, se jo se për këtë qytet Tiranës. Për Milan edhe Shkodër, se Tiranë, se në tonë Shqipëri, se unë jam drejt për drejt, do t'jenë televizor, dhe me thonë çdo gjë nuk ka se shë vetëm Tirana. Pavarësisht se në Tiranë është skena male, janë disa, si kena pas, edhe na për shembull kena pas kinema Verore dikur në qytetin tonë. Edhe po këto ambientet mëdha nuk ka. Edhe me bë diçka brillante. Thamë me ata si kena mundësinë se është e vërtetë. E ta kushte si kena, se këta ne i bëjmë gjitha forcat tona dhe një pështetje si gjemë për sponsor, nuk është gjë kollajt me realizu një, është me fjalë mund të realizohet, por është një punë shumë e lodhshme, tremujoshe si... Ndërkohë që besoj se tashmë lidhjet me institucione të ndryshme jo thjesht janë realizuar, po janë forcuar mjaft nga besimi që ju keni krijuar në ecurinë dhe suksesin e spektakleve që keni organizuar. Patjetër, një kërkesë me bën Tiranë kudo në për televizorat kombëtare janë gatshëm me bashkëpunu me mua, për arsye se më njohin punën time serioze dhe domethënë se si realizoj aktivitetet. Por unë kam gjetë televizorin shqiptar se nuk mund të traktoj, si e thojnë, 22 vite me televizorin shqiptar, dhe televizorin shqiptar shifet në tanë botën, unë kam qef me ta thënë drejtën mu pa puna jeme, unë nuk nisem nga në fites, pavarësisht se unë çdo me humë. Natyrisht. Por mu më interesan edhe me majt punën, me majt emrin e agjencisë. Ndërkohë që ju vazhdimisht merrni jo thjesht një duar trokitje, por merrni konsiderata të vazhdueshme për aktivitetet që organizoni dhe që këto ju nxisin për të realizuar diçka tjetër. Po, mundohem her pas here, dhe me thonë me bat ka diçka tresit veçantë, dhe me thonë me punej me tru me marrë një ide si ndryshe nga tjertë, se këta janë bale monotone, koncert, dhe mundohem dhe më thonë, për çdo herë, çdo event, me pru diçka më ndryshe, si s'kam pru me vite më rrallë. Dhe më thonë, nuk ka se kam nejt e një fush, kam realizu kamatërsheta, kam realizu mise, kam realizu atë, kam ik për jasaj, më ka pëlqy, kam të kap diçka tjetër, kam pas e ka bati kur tjetër, ik për jasaj, futu bën diçka tjetër, si se pan kush. Dhe më thonë, jam mundu me qëtë më të mirë, aqë sa kam pas mundësi. Ju nuk ndaleni, gjë që do të thotë kjo ecje vazhdueshme është në brendësinë tuaj, në personalitetin tuaj, në karakterin që ju keni, që në hershmërinë tuaj e keni pasur pikërisht këtë lëvizshmëri për të gjetur mundësi, shtigje të reja. Po gjithmonë, dhe më thonë, ka forcu mas viteve 2000, dhe unë si stashu ka fillu me Sofin Shkodane në 98-99-2000, masanajna jam ba ma trim të recitalit pari, mas recitalit pari të Bojar Qamilit, edhe masanajna kam fillu dhe më thonë jam mundu me kërku, kam ba torneje, andajna jashtë shtetit, në për Shqipni, dhe më thonë s'kam nej kur të një gjë. Si që duket ju ka bërë që ju të gjeneroni vazhdimisht ide, e pastaj ti konsultoni me bashkëpunëtorët tuaj e ti hapni si projekte. Kjo do të thotë që pas rreth një muaji ne do të kemi një spektakël të mrekullueshëm të këngës shkodrane, sepse ajo mbledh, dhe i cili rrezaton përhapjen e saj në 3 qytete, siç janë Gjakova në Kosovë dhe Ulqini në Malë të Zi. Besoj se do të keni shumë interes edhe tek spektatorët që do ta ndjekin. Padyshim se ai vend është janë pothuajse 30.000 shetic si çakollojnë aty. Publiciteti e ban Shkodran ka shumë atje, janë 20.000 Shkodran, pastaj këngën qytetare e dojnë, e kanë pa se çka kanë bë par vjet të nata Shkodrane,
aja më nosha më kalon shtys me bale diçka më të bukur, nosha për ati suksesit si pata dhe si shikosha në fytyrën e njerëzve, si lutoshin disa prind baballarë si jetojnë atje, si kanë shku në Tiranë për hir të fëmijëve, edhe për qafimet e tyne që ishte hera parë që mersha për i këtyne, nosha dhe kem kalon i fije prap më rikthy me por jam e bindur që ju nuk ndaleni dhe në perspektivë për gjatë gjithë vitit keni të tjera evente. Po tjetër se fillon përgatitja e eventit tjetër, sidomos te Bestenordit që është një punë që e kam këthy në tradit të 10 vjet dhe mundohem me përcjelljen se vjen koha me bë përcjelljen e kandidatëve. Është një punë edhe vështirë, ajo siç dihet është pa bileta, është me ftesa, thjesht është këthy në tradit dhe janë shpenzime. Po aktivizon një numër të madh njerëzish online me votat e publikut, ajo ka një rëndësi shumë të veçantë. Ajo ka një rëndësi më shumë se kjo tatit me gjeni, se unë veri të klikimet, të votimet si bëjnë me votu 80.000 vetë. Kjo është ajo që ju i frymëzoni. Kandidat, kjo nosha më ka lanë më shumë, është sakt fjala jote, si votojnë gjithkund, edhe prikinet, ku ka shqiptarë, merita, e kontrollojnë dhe e shojnë dhe votojnë, më ka bëha për shlipi. Nosha aja është aja si më ka lanë bileta me më. Se kja aja thjesht një çmim simbolik, si jepet, se pa dushim aty janë tanë. Është nderimi që i bëhet. Nderimi, se pa tjetër se ata janë tanë fitusa, por unë jam mundu me bët sa më bukur, pavarësisht aty kanë fillu me pas edhe xheluzina me tanë me janë të marrë një dekorat të madhe, pavarësisht se ata dojnë gjithë Cecilia që vetë më të mirë, po për mu më duken gjithë i saj. Thjesht është një çmim simbolik si llorohet për. Dhe nuk keni pasur asnjëherë kontestime nga kandidatët. Jo, kam pas kontestime, patjetër, por unë janë munduar me hinë me ndërhyjme në piraterie me ashtu. Po unë ja kam dhënë atij si e kam meritu, si ka marrë votën. Më ka interesuar, s'kam pas interes me asnjë njeri, se kush pa e merr ta marrin kush dojnë. Kanë votu mirë keq, e dojnë më dha. Ja, unë nuk mundem me allon se kam simpati unë për... Ju keni një lidhje të vazhdueshme me spektatorin, sepse spektaklet tuaja jepen në televizore të ndryshme, në televizione, dhe besoj se kjo lidhje ju vë gjithmonë në moto. Keni diçka për t'ju thënë dëgjuesve, spektatorit tuaj? Jo, spektatorit i thamë që në shumë televizore si shteti unë e kam, dhe unë kam tashni unë i kam lanë me transmitu televizorët e qytetit tem, se televizorët tjerë nuk i laj përveç se televizori shqiptar si ka drejtën ekskluzive me transmitu herë pas heret, kurse televizorët tjerë i thamë pakten ku i transmituni, o shkune mundësu nga buna një, ose mos i transmituni hiq, për arsye se po ju keni edhe të drejtën e autorit. Po pavarësisht se këtu jam shtëpi teme, se drejta e autorit pa me ashtu munizat punë unë i bllokoj, nuk i leja hiq, por është aja kënaqësia se me pa qytetit i jenë pakten, por të shojnë edhe të tri, se ka 20 e sa vjetë se kush e ka ba, kush e ka ba buna një, nuk po thëmë thuj Arben Mazi, po e ka ba buna një. Në fakt, me qenë se është një spektakël i pritshëm, shumë spektator mund të udhtojnë edhe drejt Tiranës, sepse nuk ka asgjë të pamundur, por ky rrezatim i këngës popullore shkodrane është më se i mrekullueshëm, do ta quaja. Ju po përgatiteni dhe në këtë stacion të radhës dëshiroj t'ju uroj vetëm suksese, të padiskutueshme, ashtu siç ka në Shkodrane. Ashtu si që organizimet e Agjencisë së Spektakleve Buna 1 i mundëson vazhdimisht. Faleminderit për jush për ftesën, ishte kënaqësi me keni ftuar në Radio Shkoda, sidomos me ty. Faleminderit shumë. Je një profesionist i vjetër, 14 vjet në këtë fushë, edhe njerëzit punëtor, dhe njerëzit si e kanë pasion, unë janë idhull të minë përgjithësi, kam një simpati. Ajo që mbani përshtypje ishte se ju thatë gjaja e parë që unë kam pasionin, pavarësisht vështirësive, sfidave, sepse nuk ka gjë të thjesht, gjithmonë duhet të kesh pasionin që ti mundin të gjitha këto sfida që njeriu kalon. Dhe unë uroj që këtë pasion që ju e keni të përditshëm, të vazhdueshëm,
Ta vazhdoni gjithmonë me suksesin tuaj në agjencinë e spektakleve Buna Një për t'i dhuruar spektatorit shfaqje të mrekullueshme ashtu siç ju organizoni vazhdimisht. Faleminderit, edhe ju uroj punë të mirë, edhe shpresoj si televizori i Shkodrës të shpërthejnë. Le ta shpresojmë. Unë ju uroj suksesin e radhës dhe besoj se dita për ju sot ka stacione të tjera përveç Radio Shkodrës, apo jo? Patjetër, jo, unë nuk e kam mend me shku një herë për herë, thash ishte merita dhe erdha, se tani jam në të valën e punës dhe unë filmas tani do nisem sa të pika, do nisem për Tiranë, se është një punë shumë e madhe, përgatitja e sponsorave, skenografive, ideve, skenarin, unë kam marrë bile libretin me ma realizu me Italia, një mike e qytetit tem. Janë shumë punë, nuk është se rri një vend. Gjithsesi, faleminderit. Kjo energji që ju karakterizon, le ta ketë spuntën e parë në këtë bisedë këtu në Radio Shkodra. Patjetër, ishte kënaqësi. Vazhdimisht ju uroj sukses dhe asnjëherë të mos ndaleni. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Uroj gjithë mirat. Edhe unë juve. Sukses edhe ju. Suksese gjithmonë.